Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po takohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush dhe për të ndarë me ju ngjarjet më interesante që në fakt kanë të bëjnë me showbizin shqiptar. Do të ndalojmë tek Egli Tako dhe Fifi, të cilat tashmë po sjellin në sken projektin e tyre. Ditën e djeshme në Instagramin e moderatorit të njohur Labinot Gashi në Kosovë është postuar një fotografi ku Fifi dhe Egli kishin qenë të vizitojnë ateljen e Labit në Prishtinë. Siç duket më pas kanë ikur në xhirime. Detajet janë shumë të rëndësishme në fakt për t'i sjellë edhe te publiku, ku fansat kanë kap gjërat në detaje, në kuptimin që kanë kap momentin që Egli ka qenë e veshur ndryshe në takimin me Labin tek atelja e Labit dhe më pas ka qenë e veshur ndryshe në një fotografi që është postuar ku Fifi dhe Egli siç duket kanë xhiruar. Disa mendojnë që kanë qenë të ftuara në emisionin e Labit, ku kanë shprehur, ku ndoshta kanë dhënë intervistën e tyre të parë për bashkëpunime që po sjellin, po disat mendojnë që kanë qenë në xhirime të videoklipit. Egli në fakt nuk duket e kuruar që ka qenë në intervistë, nuk duket e kuruar që ka qenë për të folur për detaje, sepse ma merr të mendja që do të kishte flokët më ndryshe të rregulluara dhe nuk do t'i kishte të kapura bisht aq thjesht. Mendoj që vetëm Fifi ka regjistruar dhe ka bërë një regjistrim në fakt të këngës, apo ndoshta ka qenë edhe e ftuar, por gjithsesi marrëdhënia mes Fifit edhe mes Eglit është një marrëdhënie shumë e afërt dhe po krijohet një shoqëri shumë e afërt mes njëra tjetrës. Ju e dini shumë bukur që Fifi dhe Egli tashmë kanë bashkëpunim, domethënë përpoz bashkëpunimit që kanë ato rinj gjatë gjithë kohës të dyja së bashku, ndajnë gjatë gjithë kohës të dyja kohën bashkë dhe kalojnë të dyja momente shumë të bukura së bashku. Dhe kjo në fakt e bën që neve të sjellim pranë jush ngjarjet më interesante që dy shoqet po sjellin projekt shumë të bukur. Labinot Gashi e ka postuar fotografinë me të dy vajzat. Fifi duket që nuk ka qenë gati kur ka qenë tek atelja e Labit, por më pas është rregulluar, ka përdor make-up e shumë gjëra të tjera dhe duket që po bëjnë një lloj xhirimi. Nuk më duket që është një xhirim interviste, sepse duke mos patur këngët akoma gati, nuk ma merr mendja që do të bëni promovimin e tyre. Promovimet zakonisht vinë më pas, por ndoshta kanë përdorur ndonjë kënd në Prishtinë ku kanë bërë regjistrimet e videoklipit që do të vijë së shpejti në sken. Kjo është lajmi që ka qarkulluar nëpër të gjitha rrjetet sociale. Labi nuk e ka shpjeguar për çfarë arsye kanë qenë Fifi dhe Egli, por ajo që ka rënë në sytë e publiku shumë është që marrëdhënia e Fifit dhe Eglit, domethënë të dy shoqet po qëndrojnë shumë afër mes njëra tjetrës. Domethënë janë krijuar një shoqëri, po ndajnë shumë momente bashkë dhe siç duket Egli po shkon do të jetë drejt një suksesi të bukur të garantuar së bashku me Fifin, duke u bazuar tek imazhi dhe tek karriera që Fifi ka ndërtuar deri më tani.